i nderuari rektor, i nderuar profesor, staf akademik, përfaqësuese Bashkisë së Shkodrës, prefekte, student, prind, miq, dashamik, jam me të vërtet i lumtur që e mora ftesën nga rektori të marrë pjesë në këtë ceremoni. Edhe e kam ditë se Shkodra e bukur do të bajnë diçka të veçantë, por vetëm të befasuar. Mendoj se sa të keni ardhur në fund të një rrugës shumë të bukur, ku së bashku me prindërit vetë keni dhënë shumë sakrifica, por rruga juaj fillon tani. Jeni brezi specifik i këtij rajoni. Jam i bindur se jeni brezi cili do të punësohet në Bashkimin Evropian, ku ta kenë dhe Shqipëria dhe Malizia. Dhe Shkodra sot, me këtë ceremoni të veçantë, bëhet qendër jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin. Dhe ky universitet e meriton të gjatë. Jeton të gjithë në erë teknologjike, me shumë inovacione. Dhe jam i bindur se gjithë në keni diplomuar sot, keni marrë shumë dijeni teorike dhe fakte në universitet. Por jam gjithashtu i bindur edhe më shumë se këtë universitet ju ka mësuar me qenë njerëz të mirë. Atë gja kur më së harroni. Bani një njerëz të mirë, me edukat të mirë, me sjellje të mira. Kur më së harroni etikën dhe sakrificën e prindëve tuaj. Në punë që ju prek, merruni me teorinë, merruni me çdo gjë që keni mësuar. Pa kur më së harroni një këtë një nisë. Me atë jam i bindur se do të sjellni gjëra të mira, ja vetëm për Shkodrën, ja vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin. Në fund, më lejoni të falenderoj rektorin edhe një herë për ftesë, të falenderoj gjithë prindërit cilat kanë marrë pjesë sonte këtu, dhe ideja të vi këtu si një mik i Shkodrës ishte ideja në të ardhmen të ndërtojmë ura paqes, bashkëpunimit, vllazërimit. Rruga jonë ka vetëm një drejtim, si në paqe të krijon një jetë shumë të mirë për rinin tonë, si të meso, zhvilloj shtetin e vetë dhe të përbrujë atë që ka nërmën e tonë e rronë për këto në Shkodër dhe në rajon. Faleminderit edhe një herë dhe ishte me përten dorimi jam të qëtësojnë.